vjedh qytetarët e vetë. E konsideroj këtë një arritje shumë të madhe, sepse denoncimi të keqes që ka ngërthyer vendin, shndrrimi i saj në një problem ndërkombëtar është pa diskutim një detyrim dhe një arritje e madhe për Partinë Demokratike. Në tërë historinë tonë, ne kemi patur armiq të gjitha llojeve, pushtues të gjitha të shumë kombeve, por theksoj se sot në rrafshin e materjes kombëtare, narkoshteti dhe droga provohen armiqtë tanë më të egër në histori. Kjo sepse në tërë historinë tonë kombëtare nuk është regjistruar kur një periudhë në cilin në një afat kohor 10 vjeçar t'jenë larguar nga Shqipëria rreth 45% e popullatës. Nuk është regjistruar ndonjëherë në histori që në një harë kohor të shkurtër Shqipëria të rrokulliset 100 vite mbrapa në treguesit ekzistencial të saj, treguesit demografik. Sot, për shkak të këtij narkoshteti dhe spastrimit që u bën shqiptarëve nga vendi i tyre, ne, sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara, kemi lindshmërinë që kemi patur 100 vite më parë dhe kemi lindshmërinë më të ulët në botë. Nga viti 2018 në Shqipëri dominojnë thellësisht vdekjet më shumë se lindjet. Ndërkohë, me këtë ritëm, me këto tempe, ne ecim të sigurt drejt asgjësimit ton kombëtar, drejt boshatisës së këtij vendi. Ndaj dhe ne jemi të përqendruar me të gjithë mundësitë dhe potencialin ton të denoncojmë këtë të keqe të madhe që është e gërshetuar në një me shtetin shqiptar dhe quhet narkoshtet, që është sot për Shqipërinë dhe shqiptarët. E vërteta,